Tani kam kënaqësinë e madhe që të kem në program një prej atyre që unë e quaj nëse çdo muzikë ka ikonat e veta. Tam shumë? Ë? I kam buzët me uturak çokolate? Ja, nuk e kam, kam çdo muzikë ka ikonat e veta. Në muzikën shqiptare unë mendoj që ka disa njerëz që në zhanret e tyre ka bërë histori dhe specifikisht në hip-hop ka bërë histori ai që do thras tani, është ndër ata të 97-ës si themi, dhe mendoj që me figura të tilla si Dr. Flori apo si personazhe të tjerë, ai është ndër ata që kanë sëndërzuar në themi rapin dhe hip-hopin shqiptar dhe personalisht unë e vlerësoj, nuk e them të përgjithë të ftuarit që kam në program, por atë vlerësoj si një ndër njerëzit më të mençur të hip-hopit, pra që do të thotë që hip-hopi konsiderohet si një muzikë rruge, nuk është e vërtetë, hip-hopi ka dhe mesazh dhe ai gjithmonë ka tentuar të jap mesazhe, edhe pse në Shqipëri është bërë pak stallat kjo puna e mesazheve, duam vetëm këngë hajt se flasim. Zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë të kem sot në program dhe ai do jetë në një ndër klubet e Tiranës, kështu që mund ta ndiqni edhe live. Kam kënaqësinë edhe një herë të them zotin, po pse zotin më, ç'është kjo zotin? Zonja dhe zotrin thras zotin Besnik 2-2. Nuk shkonte me zotin. Si e? Si të kam? Mirë? Hajde. Tere. 2-2, nuk e bëra kot intro dhe nuk është kot ajo që thash, unë realisht e mendoj që ti je ndër njerëzit që i ka dhënë më shumë hip-hopit dhe përveç se i ke dhënë edhe kjo shpjegohet nëpërmjet je gjatësisë. Çfarë ke bërë ti që u bë kaq gjatë dhe je akoma në treg dhe njerëzit të duan dhe do këndosh në një natë si e sotme ku praktikisht janë ndruar brezat, të duan dhe 15-16 vjeçarët? Në fakt gjithçka ka ndodhur spontanisht. Muzika dhe kultura hip-hop është diçka që jam rritur vetë. Kur e fillove ti? Shumë i ri, kam filluar në fillimet e mia kemi qenë një grup që kemi bërë dance, vallëzim. Kërceje, break dance. Pastaj kalum me shkru tekste dhe me bo rap. Thonë gjithçka spontane dhe për mua ka qenë sfida më e madhe kjo me brezat, se nuk është e lehtë, po i bëj 20 vjet karrierë dhe siç e the edhe vetë që të jem akoma aktual. Ndoshta është ky spontaniteti dhe originaliteti që e ka bërë me qëndru akoma. Ndër vite ke punuar me njerëz të ndryshëm, sigurisht. Cilat janë momente kyçe që quan ti në karrierën tënde si rapist? Do të thënë nga fillimi dhe deri tani ku jemi, kush janë personalitetet të cilët ti mendon që të kanë ndihmuar në këtë rrugtim tënde, sigurisht përveç se aftësisë tënde? Ose që vlerëson ti si bashkëpunues, si kompozitor, si njerëz që menaxher të zot apo ku dëgjon, njerëz që shkruajnë muzikë apo bashkëpunëtor, këngëtar e femra, nuk ka rëndësi. Personazhe që kanë ngelur në memorien tënde, po të kthehesh tani dhe të bësh një rezume. Në fakt është pak problem ju përgjigj kësaj pyetje, se mendoj që gjithçka, çdo e arritur në jetë është fal punës dhe talentit. Po, absolutisht. Them po ti vetë personalisht kë... Po, njëjtën kohë, kuptohet që jam borxhli gjithë atyre bashkëpunëtorëve që kanë punu me mua, se pa bashkëpunëtor nuk mund me realizu diçka të bukur, nuk ka shansa. Domethënë, gjitha ato bashkëpunime që janë bërë ndër vite, kanë qenë në momente të caktuara, në momente të ndryshme, njerëz të ndryshëm. Nuk kanë qenë gjithmonë njerëz të njëjtë. Fillimisht kam qenë unë që kam filluar me grupin, kemi punu shumë, ma vonë mas nej ka ardhur Kapital T, që është edhe një PM që unë e zbulova si artist edhe ai ma dha një shtytje mu pastaj në karrierë. Të flasim, mos pa prek marrëdhënien me Daje Nip, se është shumë e bukur. Të njëjtën kohë ka pas producent të ndryshëm tu fillu prej, do me thonë prej kësaj kohës kur ngela vetë, se ne ishim 2 në grup 2x2, pastaj nga 2006 unë vazhdova vetë, solo, po emrin e grupit e mbajta. Tani mund të në Kosovë besoj e din shumë, por në Shqipëri nuk është se është folur shumë. Mund ta dim origjinën e 2x2? Kjo ishte shumë e thjeshtë, se kjo ishte një shprehje që në Kosovë përdorin njëjtën kohë me përdor sot një po një. Që do të thot një farë lloj mburrje që një po mjafton. E njëjta ishte edhe për 2x2. 2x2, 2 po na njohin gjithë.
ishim 2. Me qenë se thash që ishim si valtar, si denserat hip-hopit më herët, ishim 4-5, kur ngellëm veç na 2 në grup, Si që e antari tjetër i grupit? Arben Mehmeti. Çfarë bën ai një tani? Nuk kam shumë djeni çfarë bën, veç se e di që është largu prej muzikës, jeton në Suedi. Jeton i undat siç ndahen zakonisht grindja apo undat misisht? Jo, absolutisht nuk ka pas grindje, po ka qenë vendim i Arbenit me u largu, vendim personal i tina, që është... Cila është kënga më e bukur e jotja, që ti vlerëson më shumë? Nuk kisha mujt me nda ashtu kënga më të bukur, po... Kënga që keme për zemër, jo më e bukura? Kam një këngë që quhet Letër 1999, që kam shumë për zemër, se është tekst shumë personal edhe i takon periudha ndryshme të jetës tam, edhe ajo është kënga që... Kujtja ke dedikuar atë tekst? Nënës. Nënës tënde. Mirë. Si e shet tani ti situatën e hip-hopit? Kam pyetur shumë personazhet e hip-hopit këtu, të rinj thonë nuk e quajnë një gjë normale, ndërkohë që ka shumë tjerë që e kanë shqetësim që hip-hopi ka degraduar vetëm tek parti, tek femrat, tek mesazhe erotik dhe kaq. Nuk ka më tekste të forta, tekste me jetë dhe shumë pak veta i bëjnë ti ndërta. Nuk e di qysh e kisha definu çfarë po ndodh me hip-hopin sot, përveç se ka ndodhur një transformim, a është pozitiv, a negativ nuk e di, po që në fakt publiku që dëgjon hip-hop nuk është në Kosovë dhe Shqipëri nuk është që është i përcaktuar me dëgju veç hip-hop. Po, absolutisht, djeg çdo lloj rrymë. Me qenë se ai publiku fanatik i hip-hopit nuk është edhe në numër aq i madh, reperat, ndërta edhe unë, po edhe ti dikur kemi punu për me prek publikun e gjanë. Tash a ka qenë kjo thik me 2 teja që e prekun publikun e gjanë edhe tash jemi në vazhdimsi, jemi të obligum përveç se bëjmë hip-hop të vërtet duhet edhe me bo pak muzik pop, hip-hop pop. Më të zbutur letë. Si do që ta quajmë, që të dëgjohet edhe në për klube, me qenë se mungon ajo kultura e turneve dhe koncerteve si që bëhet në Perëndim për shembull, te ne mungon edhe gjitha koncertet mohon në për klube, atëherë jemi pak a shumë të obliguar. I sot je tek Moskë? Jo, sonte jam në Foli Terrace. Tek Folia dhe kur fillon parti? Do filloj dikun pas mesnatës. Ti i përgatit partit je vetëm ti dhe DJ-i yt apo i përgatit partit me gjërë, me balerinë me gjërë, apo i ka klavi? Më varet disa koncerte i përgatisë edhe vetë, show, disa përveç... është rritur kjo tregu i klubeve tashmë, apo... Më thënë, është bërë më profesional? është rrit shqyqër. Mirë ke që me lekët, mo? Po, pa tjetër, po në Shqipëri sidomos, qa është me u theksu se në Shqipëri nuk, në për klubet e Shqipëris nuk, as DJ-at nuk kanë performu kongë Shqip, deri vonë. Jo, e vërtetësh. Kurse tash, gjitha klubet më të mira në Shqipëri, jo që performojnë Shqip DJ-at, po edhe ka artist shumë. Po, kjo është për shkak se edhe publiku e don muzikën që po bëhet për momentin edhe mendoj që është pozitive për artistët shqiptar. Ma shpjego pak se ti ata gjithë që njohin hip-hopin e di shumë mirë cili është fenomeni unikatili. Ma shpjego pak ti se e njeh dhe nga afër, dhe ke punuar me të. Çfarë është ky personazh? Domethënë që jeton atje dhe që sa herë që bën këngë provokon gjithë Kosovën, se Shqipërinë nuk është marrë. Çfarë ndodh me unikatili? Jo, ajo është një personazh shumë i sinqert që i ka qëndruar me shumë sinqeritet, shumë besnik, faktit edhe teksteve që i ka shkruar në fillimet e tij, publikën që e ka afruar, që ka qenë edhe ajo publik jo hip-hop fillimisht, po gjithë ata 3, sidomos çuna 3 me halle, me probleme që e gjetën vetën në tekstet e tij. Edhe ai ndër vite i ka qëndruar shumë besnik ideologjisë edhe punës që... Po pse ka shumë armiqë në Kosovë? Në thonjzat e hip-hopit? Nuk jam ndjeni për sa armiq ka, po përveç atyre që i ka shpolla i vetë armiq, domethënë se ai ka qenë një prej reperave të rrallë që në tekstet e tij ka folur me emra. Po ti pse se ke bërë këtë? Unë nuk kam armiqësi, unë edhe nuk mendoj që unë përveç faktit që bëj muzikë hip-hop edhe unë i kam qëndru besnik ideologjisë time, që duhet të bëjmë edhe
edhe art, edhe në fakt me qenë se jam shumë mëti në skenën e hip-hopit shqiptar, gjithë reperat edhe kanë respekt për mu, kanë kallëzu respekt. Që është zakonshëm për mu, edhe në njëjtën kohë nuk kam pas ndonjë armiqësi, nuk kam qenë, në fakt nuk më kanë ngrit kur nervat ndaj dikujt. Si e shet ti faktin që gjithë reperat e kohëve tani tentojnë të shesin sikur bëjnë një jetë gangsterash, një jetë me pistoleta, me armë, sikur ka një luftë, ndërkohë që të gjithë e dim që në fakt nuk është kështu. Ti ke bërë një jetë të tillë? Jo, nuk e di si e shoh këtë si fenomen, por nuk është që më pëlqen. Duket një gënjeshtër e madhe, një lojë kot që thjesht ngacmon fëmijët, ata që... Aty është problemi se në fakt po i joshim fëmijët me bë diçka që e dim edhe ne si shoqëri që nuk është e mirë. Ti je baba. Si është të bësh, se të jesh muzikant për një rrymë ku duhet të jesh gjithkohës edhe agresiv, dhe ndërkohë si je ti jashtë asaj jete ku duhet të jesh një baba i devotshëm, i përgjegjshëm, që fëmijën duhet ta edukoj me mesazhe të mira. Po, është vështirë sot me koni qartë në ato që du unë. Sa vjeç është? Qunin e madhe i bën 16 vjeç. 16 vjeç, pra praktikisht ai ka shokët që i ka fansa në tut, apo? Është krenar ai që është djali 2x2-shit, i besniku 2x2? Po, është shumë krenar edhe është ky fakt që më bën mu me vazhdu alo me punën. Vërtet? Që çunat e mi janë shumë krenar me punën që e bëjnë edhe me muzikën. Ja ke trashëguar muzikën? Jo, për momentin nuk ka. Çfarë, do doje që të merreshi me muzikë? Nuk do isha kundër. Nuk do ishe kundër. Po, koha mbaroi. Atëre, kujdes, ka mbaruar vetëm një pjesë e intervistës tonë, sepse tani kalojmë tek pjesa numër 2. Atëre. Besnik, edhe njerë sot e folia mund të shkoni dhe keni Besnikun live atje, jam i bindur që do ketë një super performancë, unë e njoh dhe di çfarë muzike bën ai dhe besoj dhe ju që e keni dëgjuar herë të tjera, ata që s'kan shkuar duhet të shkojnë kësaj radhe me se s'bën të kënaqen muzikë, hip-hop i vërtet. Mirë. Atëre, ne të dy do nisim një bisedë. Por jemi të detyruar në bisedën tonë, që mund të jetë krejt normale, nuk ka rëndësi tema, po do ta nis unë i pari, duhet që këtu janë ca fjalë dhe të fusim një fjalë brenda bisedës, më kupton? Të gjejmë formën që ajo fjala të futet dhe të dalë normale. Dakor? Mirë, po e filloj unë. Besnik, isha para një muaj, edhe merr edhe ti të parën që ta shohësh. Isha para një muaj me disa shokët e mi dhe në fakt njëri prej tyre ka lindur djalë. Edhe ajo e shoqja e vet, më fal, duhet të jetë këtej, kjo e para, se po shoh në këtu. Duhet të jetë kjo. Okej. Do të thënë janë kështu. Kjo është e para. Okej. S'duhet i shohin, kështu që. Atëre, dhe ajo shoqja e vet ankoi gjithkohës, "Ama se je shëndoshur, je bëri të tmerrshëm, je bë gjithë lesh, je bë si majmun, je bërë si Godzilla." Dhe ai reagoi mërzitur. Ty të ka ndodhur ndonjëherë kjo situatë? Jo, nuk më ka ndodhur kjo situatë. Ndoshta i ka ndodhur Mr. Beanit kjo situatë në herë. Se mu duk pak si qesharake. Po. E ke radhën ti, se unë e thash fjalën time, mund të vazhdoj biseda nuk ndërpritet asnjë moment, dhe ti duhet të fushësh në dialog atë fjalën, e kupton? Okej. S'duhet ndërpritet asnjëherë. Po pse të dukej si qesharake kjo bisedë, kjo që thash unë ty? Me qenë se që nga i shëndosh ai... Po, shumë i shëndosh në fakt, Sa një buldozer. Në fakt është pak, jo sa i buldozer, i ka pas dhënë buldozerit, por tani që ta themi mes nesh, ky shpeshje ka tradhtuar atë bashkëshorten e vet. Dhe e ka tradhtuar sepse ka qef këto. Është pak sadist ai, më kupton? Edhe duke qenë i tillë, gruaja vet është njeri normal, nuk i ka qef të gjëra dhe ai e ka tradhtuar. Ke fjalën tjetër ti ndërkohë që do ta fusoj. E ka tradhtuar, e? Po, e ka tradhtuar. Desha kapi njerë, por ishte të vërtetë se ishte me shkamzhi, ishte me I pëlqen muzika atij, e?
Se kam edhe në disa shokë që i pëlqen muzika dhe ikin për klaba natën, kështu. Me vërtet? Po. Po pimë bëhen tape? Qa lloj muzike pëlqen? Makarena, kësi lloj muzika. Kanë qef Makarena, në? Po, Makarena. Mirë, në fakt, ka qenë në Makarena. Vërtet këngë e bukur dhe zakonisht sa herë që shkohet në për klubet nuk e di, të ka ndodhur ty që ri deri në 3-4 të mëngjesit, dhe bësh tap edhe ka dy zgjedhje. Ose do hash fast food, ose do shkosh do hash paçe. Besoj e di çfarë është paçe apo jo. Po e di. Dhe unë përgjithsisht zgjedh që mos ta ha paçe, po ta ha sufllaqe pa qep, e porosit gjithmonë sufllaqe pa qep. Dhe herën e fundit në fakt më dha një shiksus problem të stomakut dhe nuk e pëlqeva dot më. Ty të ka ndodhur kjo? Po, normal që më ka ndodhur, sufllaqet janë prej aty në ushqimet që ta ngacmojnë Po, ta ngacmojnë stomakun. luktin. Po shtu ushqim për virgjeresha, për virgjerike. Sufllaqet. Fiksësh, do me dhe zakonisht e kanë këshu, e kanë në Romën e Lashtë, e kanë pasur që përpara se të humbje virgjerin, duhet të haje një sufllaqe pa qep. Po, është vërtet, kishe të drejt. Mirë, edhe si është kjo puna e virgjerisë, është shumë e bukur. Ti e di shumë mirë që edhe unë jam marrë me muzika tëre dhe neve kemi pasi grupë, ne bënim këngë më të leta, kështu si këngë më romantike, ju se ju nga që keni dhe gjunë më të trashë dhe keni këngë më të rënda, ne ishim shumë grupi lezetshëm, drejt popit më shumë, edhe kishim një këngë në që thua ti, besnik, si pem që ajo. Edhe u shkoj në shtëpi, edhe them gjyshes që Gjo ka bërë një këngë të re, gjysha kishte lënë veshët ta, edhe më tha mu qa këngë është, tash më është një këngë me pem, po ti që nge pem thymë, më tha gjysha mu. Edhe më ngeli hatri, po në fakt që atere më ngeli, më thoshe gjysha o pem thymë. Por gjithsesi besoj që kemi bërë muzikë të mirë besnik tani që po e mendoj, dhe nuk kemi qenë grupi keq apo. Edhe Sali Berisha ka qenë kryeministër, por nuk është mo. E mbyllë, Sali Berisha ishte fjala fundit. Bravo. Ja dolëm me sukses. Jo, në rregull, atëherë i tham ato. Mirë. Kemi fjalën e fundit. Pas kemi edhe dy fjalë të fundit. Dhe vërtet, shiko, ashtu të. Vërtet Sali Berisha ka qenë kryeministër, po kjo s'do të thotë që ishte pemthym, thua ti. Por ama Sali Berisha vllai i përket e pokës së akundajeve. Shko lulbashës tasi. Mos i bjera i shkurtër. Me qenë se këtu ishte pak për gallat, pjesa e dytë. Unë e lujta rolin e Mr. Beanit për herë të parë. E lujta rolin e Mr. Beanit, dhe ishe një Mr. Bean fantastik. Zonja dhe zotrin e përsëris, Tefolia sot shkoni të ndishtit 2 po di, një super artist që jam i bindur që do kënaqesh se kënaqësi që të kisha besnik në studio, apo bën ai këngë 3? Shumë këngë 3. Shumë këngë 3? Po. Mos u vono më shumë se 3 muaj nga skena. Realisht është gjuna që ti prodhon një këngë në 6 muaj apo një këngë në vit. Jo, duhet të prodhosh më shumë. Po, pikërisht edhe tregu tash konsumohet shumë shpejt është. E vërtet është. Duan të hanë njerëzit, ore, duan të hanë. Jo, po punoj shumë këngë, po nuk po du me bo publike kur gjë, po jam të punu shumë, me qenë se koha nuk më pret. Okej, në rregull, unë të uroj suksese. Ai është një prej repisëve më të mirë. E përshëndesim.